i gjithdijshmi dhe kështu që njerëzit ndikohen, politikisht ndikohen, janë ndiku të tjerët, jo ky. Janë ndiku shteteve tjera më të fuqishme, i lemo vendit tonë që jemi 1 milion banor. Po. Zotja Sani, po du mu këthy të çështja e gjykatës speciale. Si e pat mas pari shtyrin për shtator? Ka shumë material për lexu, për studiu, për të analizu dhe për marrë vendim për së cilën pikë. Kështu që deklarata ka qenë që e hershme që mundësi e shtyrjes. Do më dhënë 3 muaj plus 2 muaj, po është shtyrë sepse nuk kam rri një njohje ose një nxjerrje e pikave të mjaftueshme, sepse i ke pas 329 dëshmitarë. Janë pjesë me shkrim, janë pjesë me gojë edhe mbrojtjes. Kështu që gjitha këto analiza ta japin mundësinë për me shtyma të tje. Po vendimet cilë do t'jenë, ato janë të rëndësishme për neve. Vendimi pozitiv edhe vendimi negativ. Vendim pozitiv ne i presim u liru, dhe vendim negativ që ata mund dënohen. Kjo më nalë për para smarti kjo. E patëm raportin e ekspertëve britanik cilin konstatun për shkeljen elementar lirëve drejtave të njeriut. Tani më nuk qojnë pesh ata. Po, nuk e murë për bazë gjykata. Tani më nuk qojnë pesh ata. Iku ajo ku. Për shkelje iku. Tani jemi te pjesa e vendimit. S'kem qka mirë mu, a jënë bo shkelje, a së jënë bo shkelje. Ato nuk e ndryshojnë me qëndrimin. Ja ka leju, se ka leju, ka majt, se ka majt, iku. Neve në intereson çështja e vendimit të cilet do të mirët në ora 10 me 16 shtator. Ky është, tash këtu du të fokusojmë drejtën. Këtu dhe organizimin, këtu përgatitjet. A janë të gatshme partitë politike, a është i gatshëm Bedri Hamza me pri kësaj sfide me... Nësë është i gatshëm, hajde. A është janë të gatshëm shoqatat me dalë? Unë i kam thirrë shoqatat dhe kam thënë, neve duhet të organizohemi. Duhet të bëjmë një protesta, duhet të tregojmë bashkisë ndërkombëtare që nuk pajtohemi me vendime politike. Në interes të Serbisë dhe të Rusisë e tjerëve. Ne luftën tonë e kemi në të shenjtë, e kena luftën e drejtë, dhe për këta jemi në gjendje të mbrojmë përsëri, dhe të sakrifikojmë po ashtu përsëri. Këto duhet me dalë mi mbrojtë. Këto duhet me dalë shoqata. Shoqata me bothirjen, mi tregu gjykatas. Sa mund të me ndikun gjykat në protestat të organizume për shoqata për kësaj? Apo është çështje shtetënore? Organizim shtetënor. Fillimisht një protestë. Tu e di që kjo gjykat është të financuar për shteteve kryesore të Evropës, zotja Sani. Ju thatë vetë që në fillim të këshëm pas një ministër punëve të jashtme të PDK-s, ishtë dashme shku ato me bo këta. Ta është rrët pyeta, ti kjo situatë, a do të organizim komplet krejt partive politike, në ashtë fillimisht, mi bo Kosovën me institucionë dhe mi pas një strategji. Si e komenton pozicionin sëtë që kanë partit politike, edhe shteti, kundër rendi mendimi, i cili na pret dëmonë që tash jena me catin. Sot, jena me 16, mujnë tjetër, hajde shkonë shpejt, mushtë edhe 2 mujnë dit i kemi kohë deri në shtator, president janë detyrë, tha me 7 gusht, po pret me bo konstimin e kuvendit, vendimi është me 16, na me eru me çështje këtu të mërëndshme, joni president konsensual, jo ai tjetëri kena president konsensual, ka njës lobimet, joni jem konsensual, jo ai tjetëri, për të risa kemi vendimin. Se cili për ty një dali me kaj status për usë, këneke, po, zotja Sani, me kap nëj vot, me kriju nëj simpati, po është resi pyetje, ku është shteti Kosovës kundër rendi mendimi? Që pritet mas 2 muj dite? Shteti Kosovës... Sot 1 muj konkretisht. 2 muj. Sot 2 muj. Sot është 16, sot 2 muj. Sot 2 muj, në ora 10 mirët vendimi. Kosova pa institucione. Popullorët thënë datë shopping nga sheqeri. Institucionet e Kosovës, shteti Kosovës, qeveria Kosovës, në këtë drejtim, qeveria Kosovës nuk ka bo asgjë për lubim për mbrojtjen e ushtrisë shëndetare të Kosovës edhe vlerave të luftës në gjykatën speciale. Tashim thashë natyrisht është përfaqësues. Aty u dash me bo nga fillimi, me tërheq ato çështje të cilat janë, sepse çet liri që e kena sot, e gëzojmë nga lufta jonë. Çet shtet, e gëzojmë nga ajo luftë. Çet bisedë që e bëjmë na sot,
është rezultati i kësaj lufte se s'kishim mujt me bo. Pa diskutim. Po njerëz të afër me zotin Kurti kanë dyshime dhe kanë dilema që mas pari që UÇK-ja u kanë edhe ushtrisë qëllimtare, njerëz të afër sot këshilltari, njerëz që konsiderohen të afër me zotin Kurti, e kanë filluar një debat tash sa kohë, në prag para vendimit asaj, ka dilema që a është UÇK-ja, ka qenë ushtri, UÇK-ja spari qëllimtare, apo një grup i frustruar që shpëthojnë ata, që një keq me thonë ato, që kanë pas ambicie politike. Ushtria qëllimtare e Kosovës ka vendime kur është formu. Ka vendime, ka organizat që e ka formu. Është lëvizja popullore që e ka formu. Është vendimi kur ka dalë në skenë me 17 nëntor 94. Ka marrë përgjithësin, ka marrë organizimin, ka marrë përgjithësin për luftën. Janë sakrificet e njerëzve tani më të tje që janë bo. Janë dëshmorët që janë ra. E tani, ata që dalin sot, ata ju ka hup busullat që themin atë popullore, ose ju ka met mrapa ora. Zotja Sali, kemi edhe 3 minuta. Cilat po? Tash, për mu, çdo shqiptar, ku do që ashtë, duhet i përgjigjes thirrjes për mbrojtjen e Hashimtaqit dhe të luftës son bashkë me Kadrin, Regjen, Jakupin e tjerët në gjykatën speciale. Duhet i përgjigjes thirrjes, duhet i përgjigjes shoqata veteraneve të luftës së ushtrisë. Organizata Liria ka emër. Qytetarët, nxënësit, studentët, partitë politike duhet dalin. Qeveria duhet del. Jem të negociu një herë, zotja Asani, ti kryim një herë negociatë. Të gjithë duhet dalin mbrojtje. Neve në cenohet liria jonë, në cenohet shteti jonë, lufta jonë, gjakuj dëshmorëve dëshmorët, gjithë në cenohen me vendime negativ që mirët atje. Prandaj, gjykohet ushtria qëllimtare, dënohet ushtria qëllimtare e Kosovës, dënohet shteti i Kosovës. Sot Hashimtaqi e mbron shtetin e Kosovës atje, e mbron luftën tonë. Dy pyetje në fund, kemi 2 minuta. Çka nëse kemi vendim negativ? Peshojmë si këtyre ditëve mediat në Serbi ka nisë një para pregaditje, po thonë që parja vjen në parja e Kosovës, ka nisë cikël të emisioneve ku e përtretizojnë zotin Thaçi, ka marrë pjesë në filan aksion financiar, atje kanë filluar më bogati. Por se cilin vendim që vjen mund shumë, çka ndodh hipotetike? A ekziston ampull me kësu shteti Kosovës nëse vjen vijet vendime negative? Na dim për çka është bëja gjykatë dhe cila është konsensusi. Shteti Kosovës nuk bjen, po krijohet mundësia e gjykimeve dhe të rreqeve të njohjeve. Gjitha këto janë të mundshme. Sepse thot, është shpall një shtet nga një organizat kriminale, se neve na quajnë organizat kriminale, ndërmarrje përbashkët kriminale, atje jemi. Kështu për në qënë Serbia, kështu për në qënë gjykata speciale, kështu për Korea atje për në qënë. E tash, ne duhet të luftojmë këta. Po, i kemi edhe 15 sekonda në fond, cilat impresionit e juja? Pritshmëritë e mia janë lirimi i tyne. Me 16 shtator, ata duhet lirohen. Të kundërtën, në Kosovë nuk ka qetësi, as ka me pas qetësi. Nuk lejon as një ushtari, ushtri qëllimtare të Kosovës, dënohet vepra atyne, lufta atyne, liria atyne. Kur thonë s'ka me pas qetësi, s'ka po na. Nuk ka me pas. Ne ta dinë edhe ndërkombëtarët, ne ta dinë edhe gjykata, ne ta dinë edhe tjerët. Në Kosovë ka mu kallë Kosova nëse ata dënohen atje. Zoti Asani, ishte kënaqësi po studio, faleminderit shumë për kohën konsideratin. Faleminderit shumë për kohën. Kjo ishte i krejtë se për emisionin për sonte, ju uroj natë mirë, zëmira ndrat mira, ju takim prapë nesër. Deri nesër natë e mirë. Ky emision mbështetet nga Art Motion.